pyetje, ke bërë seks në shkollë? Jo seks, po a ke folë për seksi, se ke bërë seks, kanë bërë sa duhet. Eksperimentime personale, varet nga stafi akademik, dhe ka pasur një diferencë shumë të madhe në 2 shkolla që unë kam qenë, ku në njërën për tyre u diskutua nga mësuesja, pra u bërë një leksion i cili ishte edukata seksuale dhe shëndeti, ndërsa në gjimnazin e dytë nuk u prek. Si tha mësuesja? Tha mësuesja që ju çuna duhet përdorni prezervativin, se nuk është se nuk e dëgjojnë si fjalë, nuk është se nuk e njohin si fjalë, le dinë edhe në lagje atje ku ndodhet, edhe ku shitet në përmarkete, edhe në farmaci. Edhe marrin, blende për shokët. Por problemi është e shohin në internet, moj zemër. E mësojnë nga interneti, nuk i flet asnjë njeri, nuk ja u shpjegon asnjë njeri se si duhet, doktoresha. As mjekët nuk ja u shpjegojnë se si duhet ama. Kjo është mos e vërtet. Dhe ne ngrem zërin që me ardhjen e menstruacioneve të para, çdo nën do të marrë përdore vajzën e vet, përveç se ti krijoj komoditetin dhe kushtet e veta, që ti thot këtu janë linesat, këtu janë batjet, këtu janë dresat në një sirtar. Po, higjienën personale dhe përdore ta marrë vajzën dhe të drejtohet tek një mjek ginekolog, i cili do t'i spjegoj se çfarë janë menstruacionet dhe si duhet ajo të mbrohet nga këto punë. Krahas vajzës të dëgjoj dhe nëna. Përveç kësaj, shoqëria ka pjesën e vetë, që duhet sigurisht dhe ajo të jetë shumë e interesuar për të Ja shoqëria. Shiko, janë 2 momente, faktikisht. E para, do të thënë, dhe për hir të vërtetes që edhe mësuesit shpesh herë kanë, le të themi, një lloj stepje për të folur për çështjet e edukimit seksual, sepse janë tema të cilat ndoshta ne nuk kemi një kurrikull të unifikuar për mënyrën se si duhet i çasen nxënësve apo fëmijëve dhe adoleshentëve, dhe dyta pastaj mos harrojmë që kemi edhe prindër të cilët nuk e ndërtojnë këtë lloj raporti, pra ne flasim për kushtet ideale, por faktikisht realiteti në Shqipëri është komplet ndryshe, që marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve janë ndonjëherë edhe të distancuara për sa i takon çështjeve që lidhet me intimitetin dhe me natyrë seksuale. Pra, mos harrojmë që mund të ketë vajzat tani Mirgen, të lutem tani se është një çmenduri ti flasësh vajzës 9 vjeç, 13 vjeç se si bëhet seksi tani. Unë e kam vështirë t'ja shpjegoj, domethënë, unë ku di unë. Doktoresha e kam vështirë, si ti them unë gocës bëj seks? Të lutem, me lejo ta mbaroj. Nuk do ta zgjas, të lutem. Mos harrojmë që ka fëmijë në adoleshencë, kryesisht vajzat të cilat e përjetojnë në aspekt traumatik ardhjen e ciklit, sepse asnjëherë nuk janë informuar as nga shkolla, ke shumë të drejtë, as nga prindërit e para. Dhe e dyta, ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që është ulur pragu i moshës të cilët fëmijët po futen në marrëdhënie seksuale. Dhe kjo është sjellje e rrezikshme. 13 thot instituti, po unë di dhe 9. Si ti thot prindi fëmijës 9 vjeç që bëu gati për seks 20. Edhe kjo domethënë është një psikologji më vete, Rudina. Shiko, nuk është çështja ti mësojmë se si ti orientojmë për çështjet se si të mbrohen gjatë raportit seksual. Si të kishin mami do të shpjegoj një telenovel që do e shohësh 20 vjeç? Se si ndikon, jo. Ai proces fillon gradualisht. Pra ti e njofton për pjesët e tyre, intime, se si do të bëjnë. Ore i kanë mësuar më mirë se ne ande nga interneti. Po kjo është problemi se i kanë mësuar nga interneti dhe pornografia nuk është e palishme. Por për fëmijët nuk duhet lejo, dhe fëmijët shkojnë raportet seksuale, pra për ne të rriturit nuk është e palishme. Po, dhe kur ekspozohen dhe këtyre materialeve, ata kanë një lloj keq informimi në lidhje me raportet seksuale, e cila ndikon dhe në personalitetin e tyre, që ndonjëherë influencon që të futen. Absolutisht. Si të shprehet prindi shkret? Prindi shkret, si të shprehet, si ti drejtohet në fëmijës. Pas të moshës, bëhet edhe biseda, komunikimi me fëmijën djalë apo vajzë, përsa i përket marrëdhënieve seksuale. Si t'ja thot një fëmijë 9 vjeç, Rudin, të lutem tani? Nëna, si t'ja thot fëmijës 9 vjeç?